Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit. Kemi përgatitur 2 recetat e para, i kemi në furrë një bukë me presh me djathë dhe me farakia, dhe receta tjetër një tavë me orizë dhe kungulleshka. Siç e shihni, receta e tretë ka në përbërësin kryesor patullxhanët, të vendosura paraprakisht në ujë. Shiko sa çfarë ngjyre ka lëshuar? Të shumë mirë, këto janë të vazot e luleve. Të është një ushqim natyral. Mbasi i pres mirë, i kam dhënë formë kështu si për... Nuk është e thënë që du t'i jep një formë, për një pamje më të këndshme. Dikur në... Kur isha e vogël, patatet bëheshin me formë të tillë në përdasma. Po. U jep lezet, ka një pamje ndryshe. Faktikisht edhe turshit dalin shumë këndshëm kështu. Si u t'i organizojmë sot me kos dhe hudhra, një recet e shishme e darkave, drekës, shoqëruse gjithashtu, recet më vete gjithashtu. Kanë shije të veçantë. Patullxhanët janë ende në treg kështu të sezonit, kështu që i shfrytëzojmë derisa të kemi mundësi të kemi receta të reja, e t'i sjellim ato në forma të ndryshme gatimi. Patullxhani është një perimi që ka gjen vend në shumë gatime. Besoj se është perimja që është zë, mund të gatuajmë çfarë të duam. Salca bën, sallata tava të mbushura, tek ëmbëlsira, gliko gjithashtu. Gliko, sa më i vogël të jetë patullxhani normalisht duhet të jetë kaq do bëj. Se tafmaja madhe pastaj të le pa gjë. Bëjmë këtë recetë, se qishte. Po të bësh i këto, të bësh për shumë kos. Po, ne kemi një gotë e gjysmë kos. Do të shojmë pak recetën të shkruar faktikisht, si që kemi tradit që ju të shënoni produktet, patullxhan me kos dhe hudhra. Përmban kjo recet 4 patullxhan me satar, 2 thelpinj hudhër të cilat do t'i grim në copëzat vogla, 400 ml kos si trash, 1 ose 2 gota i bie, pra 2 gota i thon 400 ml, 5-6 lug vaj ulliri, 1 lug çaj, piper i kuq, krip, piper i zi dhe kopër për ta freskuar në fund fare, kopër i freskët. Po të doni në shërita, në gjithë që si të doni ju, Dhe ju pamje të re, të preris, duke si kur dhe receta është si më e bukur dhe më ndjellse. I vëde ka pakun që të ke mundësi që të bëjt edhe zbutja e patullxhanëve. I marri largoj këto pak më tutje. Shtoj. Përgatisim pjesën e kosit. Masën e kosit. Kemi përdorur kosin lufra të traditës në fakt, një shije që mbartë histori, është ai kosi që na zinte gjyshja, që ka atë shijen pak të athët, si kosi shtëpisë. 2 thelpi hudhra që i kthejmë në pure. Ndeza pak ekspresin se pas kemi haruar të ndezim, do t'jeti ndezur për ne në rrath të parë dhe për miqtë që na vinë, që na kërkojnë kafe. Dhe një arsye e dytë përveç se temave që realizojmë është shija që u japim këtu në kuzhinë, recetat, dhe pse jo, një kafe. Kush nuk do ta donte në mëngjes një kafe të mirë, me aromë fantastike, ndjellse, aromë të theksuar, intensive të kafes Lavazza. Kështu që sa Albana bën gati atë përzierjen, unë po vazhdoj këte nga banaku Albana. Të ëmbël. Të ëmbël e do sot. Jo ashtu si dit ti, po ashtu si dua unë. Si shdo si, me pak sheqer. Ti je tek Albana sa më pak sheqer, bë mirë. Ka ditë që të duhet me sheqer, ka ditë që të duhet kështu qeto, si që themi ne, unë nuk kam ndryshuar. Më pëlqen dhe dua të ruaj ato aromën dhe shijen që më jep Lavazza në kafen. Shpesher e zjedh ku kam tepruar dhe kam marrë më shumë se ç'duhet, marrë atë dekafeinaton, është kapsula, nëse do ketë këtu në një copë, s'ka mbetur. Kapsula blu,
Sot Qualita Rosa zgjodha për Albanën, këtë Michelin, 7.6 kafe, me një presion dhe me një shtrydhje maksimale për të nxjerrë më të mirën shijen autentike të kafes Lavazza. Do ta sill siç e dojë Albana. Po kjo aroma fantastike. Vazhdoj ta theksoj, nuk ka nevojë fare që ta dhe një sekret vogël që kemi thënë dhe herë tjetër, që kur marrim një aparat të tillë, që është dhe aparati, veç kafes cilësore bën edhe aparati diferencën. Ky filxhani paktën duhet të shplahet aty me ujë të nxehtë, që të jetë i nxehtë kur shtrydhim kafen tek aparati, që të ruhet jo vetëm cilësia, kremoziteti dhe aroma e kafes, shija komplet. Pra janë disa komponentë që duhet të kemi parasysh për të marrë këtë rezultat që kam unë në dorë, një kafe kremoze, të hajkosur, me aromë dhe me shije fantastike. Na bën kur jemi në një Lavazza, në një nga lokalet baret italiane. Këtu e ke kafe. Të lumshin duar, të lumshin duar. E kuptova kodin tënd të shikimit, që doje një kafe. Dhe shijon shumë kur gatuan dhe kur shoqëron gatimin një punë të caktuar me kafe. Nuk ka dyshe dhe sinergji më të bukur. E di sa mirë ti e rrufit edhe bukur, kështu. Ma, vetëm atë nuk e kam. Nuk e humbur. Ajo rrufitja e kënaqësisë, sepse te kjo kafe është rrufitja e kënaqësisë që them unë. Unë thash se ishte gabim ta rrufisje kështu në ekran, po pas ka lezet ajo rrufitja edhe në ekran. Qa kënaqësi është ta rrufisur ashtu kafe, nuk e kuptoj. Diçka zien. Diçka zien. Dhe nuk është e nevojshme të zien e të nxjerrë, por zien në shijen tënde. Kur e treq me atë buzën e sipër, me atë kafen, e treq kështu, derisa të vija të brenda te buza. Të bëft mirë, të bëft mirë. Të lumë të dora. Puna e filxhanit... Si që pi kafen, ti nuk e pi njëri këtu. Të gjithë në shtëpi e pinë si puna ime. Me rrufitje, e? Të gjithë. Pa përjashtim. Por, puna e filxhanit të nxehtë është njësoj si puna e tavave. Po, ajo e tavës së baltës që kemi thënë. Që tava duhet të qëndroj e nxehtë në furrë dhe kur të hedhim në masën, derisa vaji të jetë sipër, e tillë është edhe me filxhanin. Po. Pra, një truk i lezetshëm ky, që nëse duam një kafe. Çfarë janë nxjerrje? Edhe te kafja ekspres. Të vetëm në kafe që nuk na duhet që të jetë filxhani i nxehtë është kur duam atë ready to drink, që është Lavazza në kanaçe. Prandaj dhe unë them ready to drink, që ka ato shijen autentike të përgatitjes së kapuçinos apo kafes me qumësht, me të njëjtat gramatura siç e përgatisim në barak, në tryez. Prandaj dhe unë them kolka edhe kaq. Duhet. E rrufit sa më mirë, të bëf të mirë kafja. Po të lumë të dora. Ka edhe më mirë. Tani. Më mirë se kaq s'ka. Më mirë se jo kafe nuk ka, më mirë se kjo shije nuk ka. E rrufitur ndryshon. Se kafe nuk ka si Lavazza, këtë e di, me kemi patur të qartë dhe e kemi. Tani, bëjmë një përmbledhje të recetës, duhet jemi diku te 2-3 minutat e fundit. Unë mbarova, s'ka. Patlıxhanët prini si të doni, ato të njëjtën shije do ketë, ne jemi në ekran dhe japim çik formë më të bukur, një prerje kemi 2-3 mjete më shumë, nëse i keni akoma dhe më bukur, se ja zbukuroni tryezën familjarve, i keni në ekran produktet, 4 patlıxhan mesatar, 2 thelpinj hudhër, 400 ml kos, 5 lug, 4-5 lug, 6 lug vaj, në varësi të pjestarve që keni në familje, 1 lug çaj, piper i kuq, krip, piper i zi dhe koper i freskët. I kemi kaurdisur patlıxhanët paraprakisht për t'u larguar shijen e tyre të hidhut, i kemi vendosur në ujë me krip, derisa të lëshojnë atë ngjyrën e errët të tyre. Më pas i kemi tharë, i kemi tamponuar me letër kuzhine, i kemi skuqur, kemi përgatitur në kos, kemi shtuar kripën, vajin e ullirit, piperin e kuq, hudhrat e shtypura. Du të dini dhe ja, koperin në fund sigurisht. Du të dini diçka që patlıxhanët vendosen kur janë të ftohtë, jo të nxehtë nga vaji. Po, që vendosen në kose ke fjalën. Pra kur i kemi kulluar,
që të mos lëshohet kosi, pra të ruaj atë strukturën e vetë kremoze, sepse nëse o të jedhim të nxehta, do të bëhet si ujë. Po normalisht duhet edhe një kos pak të jetë cilësor, sepse vetë jeta jon nga produktet bëhet më cilësore. Unë i mbarova gjitha për vete. Tani këtë sjellun aty se asnjëra nuk na është pjekur. Le të merrem me kafe unë tash ti. Do t'i shkëput vetëm pak sekonda tavat dhe më pas do t'i lë në procesin e tyre të pjekjes, meqense jemi drejt fundit, deri në ç'fazi kemi. Do thoni ju, po nuk është mirë ti lëvisni. Ja, ta të ndihmoj unë. Hop, dorezën. Nuk na thonë gjë familjarët nëse i lëvisin. Dorën. Tava me oriz dhe me kungulleshka do ende kohë për t'u pjekur, sërish do t'a vendos me njerës apo të shkëputemi bashk, të vendosur për t'u pjekur, duhet të marrin ngjyrë të kuqeremt dhe buka me presh, djath dhe farakia, që pavarësisht se nuk odhim, mori atë volumin. Pse mori volumin? Sepse ka dhe farat brenda, faratkia të cilat rrisin atë volumin e tyre nga lagështia. Patlıcanët në kos dhe hudhra. Të tre këto receta do t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar në Reze Dielli bashkë me mënyrën e përgatitjes. Të bëftë mirë kafja. Të lumshin duart, të lumshin duart, të lumshin duart. Unë tre gatime dhe unë të them 3 herë të lumshin duart. Për mesograt, për menopauzën, për jetën i bie kapak për moshën time. Jo, këtu jo. Të gjitha tematikat të cilat sot më nuk janë më tabu për të diskutuar. Nëse izolohemi dhe nuk i diskutojmë, probleme do të kemi. Ju pres pas pak me doktor Shkëlqim Balilin, pas fleshit informativ.